zoti Hekuran Murati, as të tjerët që kanë folë nga lëvizja vetëvendosje, as 60 ditëshin, që të një janë referuar në deklarimet të tyre të mëhershme për datën e fundit, ose kanë përmendur 4 marsit, ose 5. Absolutisht. Së është delidhë 31 ditë. 31 ditë marsi. Të gjithë e kanë ditë edhe e din, e kanë ditë paraprakisht që ky është rasti me cilin kemu ballavaçu. Ta shtojni dojmë 60 ditë se e kemi nisë procedurën. Ta shikoni, po më duket që Kosova, të gjithë na, tu e përfshi edhe veten, edhe pse jam goxha i kujdesshëm drejtën për ju them, duhem me nisë me dalë prej mashtrimit kolektiv që ja bëjmë vetes. Mashtrim kolektiv? Absolutisht janë mashtrime kolektive. Ndërgjë, nisja e procedurës zgjedhjes presidentit Kosovës prej vetëvendosjes, atë natë vonë, me nxjerr ato kutia, ka qenë ekskluzivisht për me pretendu që e kem nisë procesin edhe na duhen 60 ditë. E kanë ditë që nuk e zgjedhin, e kanë ditë që nuk ka quorum, të gjitha kanë qenë të ditura, edhe prap e kanë bënë gjë të tillë, këto janë mashtrime për nerë duhemi me pas pakës. Në fakt as nuk ka një seonca atë natë, se pa pas quorum ti s'munësh me konstatu që ka një seonca. Efektivisht prap edhe kjo tash bëhet e interpretueshme. Për shkak se logjikisht ajo seancë nuk ka nisë, mirë po ata thojmë na kem nisë seancën, edhe tash prap i japin vetes drejt me shku në gjykatë kushtetuese, por këto janë abuzimet që ndodhin me normën kushtetuese, janë transparente, të tejdukshme, ma mirë me thonë, shumë të tejdukshme, edhe prap na bim në këto situata. Unë po besoj që Kosova po e humb seriozitetin e ndërtimit të shtetit. Jo veç sot. Absolutisht, po tregohemi që nuk jemi njerëz serioz në ndërtim të shtetit, po e flasën shumë s'kët punë, edhe pse prap po du me thonë që nuk e di pse po e ruj këtë koreksi, nga njëherë pe ja marinatin edhe vetit. Si kur mos të arruanit koreksin, qka i gjenë? Me thonë, po ja humbin seriozitetin ndërtimit shtetit, po dojnë me qu edhe një mesazh që na në Kosovë nuk di me bo shtet, se po lëviz edhe vendin. Nuk bëhet shteti qështu. Kjo e këni fjallin. Për Albin Kurtin, për vetëvendosjen edhe për disa tjerë, po nuk po du me shku me ta mene. Edhe për disa tjerë? Po nuk po du me shku me ta mene. Ka plot në Kosovë që silën e pështilën, unë besoj që një dozë serioze po. Një dozë serioze po, për shkak se. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani duan të dëshmojnë se Kosova nuk i bjen fund, nuk meriton tjetë shtet. Nështë nuk duan, por shkaktimi i krizave të këtilla, shkërmoqja e çdo norme normale demokratike, sakatimi i çdo mënyre të komunikimit në demokraci, çon një mesazh që këta nuk janë gati. Po ju tregoj nëse kështu ndodh me një shtet, mos me e pasëm shtetjen serioze që e kemi edhe sot, kish me u kualifiku shteti dështum. Në gjoni, po na shpëton ne një falloj di që em të folë, simpatie, po na shpëton shumë çka, por po ju them nëse kishim me qenë vetëm, nuk kish me pas kurfar interpretimi tjetër për se Kosovën me e qujt shtet të dështum. Qa do më thonë shteti dështum? Kur ki problem me financa, kur nuk respektohet ligji prej qeverisë, kur qeveria e bën vetë një ligj, masnej nuk e respekton, njëjtin ligj, kur nuk respektohet kushtetuta, kur abuzohet me paron publike, për përfitime politike, kur nuk mundesh me ndërtu marrëdhënie normale me shtetet tjera pa e pas një tutor këtë kohën të kryt, kur si e vetë i gatshëm i boni gjotë tillë, që shtu dështojnë shtetet. Nuk ka mënyrë tjetër. S'ka mënyrë tjetër. Zoti Gjini, mas pare është një çështje që niset me diskutu me Vebiun, me hyte çështja nëse 60 ditë që ka pas kvorum, s'ka pas kvorum, ka fillu, s'ka fillu, mendoj që ky lloj diskutimit veç hap shtigje për me bërë statën ende më të paqartë. Se situata është e qartë si mes kushtetutës, në momentin që ka kalu 30 ditë, pavarësisht nga arsyet, dhe nuk është zgjedhur presidenti, çështja mendoj që është e qartë. Absolutisht. Por, te kjo e fundit që niset tash diskutimin të shtetit dështum, e kemi përmendur na këtu disa herë shoqënie dështume, shtetit që çon ka shtetit dështum. Unë e kam zor me menu që dikush nga të zgjedhurit e popullit Kosovës
sillet në atë mënyrë, ka intenca të tilla. Ma shumë du me menu ndryshe, prandaj po kërkoj edhe menimin tuaj të pas parasysh edhe vokacionin tuaj profesional, edhe përvojën tuaj institucionale. A është diskutu nëjherë në mesin e udhëhecëve politik të Kosovës, për atë sa ju keni dieni, mundësia e zvarritjes së krimit institucioneve, e krimit artificial të krizave, me qëllim të zvarritjes së proceseve të përgjithshme për mos me hy në një zgjidhje finale e cila mund të jetë pa favorshme për Kosovën. Shumë shpesh, në qarqet ndryshme, unë personalisht me këtë do të vetëvendosi si jo drejtën për ju të regoj, me tjertë po shumë shpesh. Shumë shpesh. Tashi, kjo i shtronë edhe disa pyetje tjera, Rahman.